Mirë mbrëma. Shumë faleminderit Valbona, shumë faleminderit gjithëve. Si fillim, po ripërsëris një shërbimet e mia. Atëherë bëj 2 lidhje të drejtë për drejta në javë. Janë ditën e martë dhe të shtunë, të dyja në orën 19. Ditën e martë flas për ciklin e hënës ose me pyetje përgjigje në vartësi të ciklit pra. Ndërkohë që ditët vetë të shtuna bëj lidhje të drejtë për drejta vetëm nga TikToku për parashikimin javor. Të gjitha videot e mia një ditë më vonë mund t'i gjeni tek kanali im YouTube-it, mund të ndiqni që atje. Ndërkohë që përveç këtyre bëj dhe parashikimin ditor. Parashikimin ditor e postoj në të gjitha platformat e mia, është shkurtër, afërsisht 1 minutë, maksimumi deri në 2 minuta. Flas për ndikimet e ditës në vazhdim, si mund ta përdorim atë ose cilat e gjëra që do të shmangin, duke qenë sa të shkurtra do t'i këshilloj të ndiqni. Ndërkohë që përveç këtyre që janë shërbimet pa pagesë, kam edhe shërbime me pagesë të cilat janë personale. Këtu përfshin konsulta ku mund të bëjmë analizën e hartës tuaj. E njëjta gjë është e vlefshme edhe analiza e lidhjes, nëse jeni në një lidhje. Kjo mund të bëhet jo vetëm në lidhje me çështje sentimentale, mund të bëhet edhe në lidhje me biznesin. Ndërkohë që për të gjithë ata që nuk e dinë orën e tyre të lindjes, duke qenë se ascendenti është i bazuar tek ora e lindjes së individit, mund të gjejmë edhe orën tuaj të lindjes dhe si rrjedhoj edhe ascendentin. Në një të gjë të vlefshme dhe në lidhje me parashikime, këto janë pjesë e shërbimeve të cilat janë me pagesë dhe janë personale. Pra të gjitha pyetjet që mund të keni, të cilat nuk gjeni dot informacione tek postimet e mia, mund të drejtoheni për të marrë këto shërbime personale. Përveç këtyre tashmë kanë filluar jap edhe mësim astrologjie, për gjithë ata që janë të interesuar, mund të drejtoheni edhe këto. Kjo hënë e plot është vërtet shumë e fuqishme, është super hënë, do të jetë shumë afër me tokën, më të them, prandaj edhe shumë e fuqishme. Përpara se të kaloj aty, dua të them një arsim fillim mënyrë se si ty këshillohesh ta ndiqni për radhitjen. Në fillim do të këshillohesh të ndiqni ndikimet e përgjithshme, duke qenë se na prekin të gjithëve ne, sepse prekin natyrën, janë shumë të rëndësishme. Do të këshilloj që të dëgjoni si film ato, pas kësaj të dëgjoni ascendentin tuaj dhe pas ascendentit të drejtoheni tek shenja juaj zodiaku, pra shenja juaj diellit. Okej, këtë është radhita, tani po fillojmë menjëherë tek ndikimet që do të ketë hëna plot tek shenja e Demit. Është një hënë plot vërtet shumë e fuqishme, siç e thash, sepse është shumë afër me tokën, quhet e super hënë ose super moon. Është më e madhe e këtij viti, prandaj dhe detyrimisht është edhe më e fuqishme. Ndikimet në përgjithësi ka pozitive, duke qenë se hëna kur është vendosur tek shenja e Demit, vërtet shkëlqen më tepër, ka fuqi shumë më tepër pozitive. Jo vetëm kjo, gjatë kësaj hëne të plot do të përkoj edhe me një yll fiks i cili jep ndikime vërtet shumë pozitive. Në përgjithësi jep një begati shumë të madhe, një harmoni vërtet shumë të madhe, dhe duke qenë se gjatë kësaj hëne të plot do të kemi edhe Venusin, pra drejtuesin e hënës tek shenja e Peshorës, ku edhe ai ndjet vërtet shumë mirë këtu, dhe mbi të gjitha ndodhet edhe ky në një yll fiks i cili jep përsëri begati, bilen disa raste dhe fam, do të kemi ndikime shumë të mëdha pozitive tek të gjithë. Kjo hënë plot do të jetë në datën 5 nëntor dhe do të jetë në orën 14:19 me orën e Shqipërisë. Në përgjithësi, ndikimi ose më themi tema kryesore e kësaj do të promovohet urtësia, do të shërojmë shpirtin nëpërmjet informacioneve që marrim, sepse do të bëhemi tashmë më të ditur, do të vrapojmë më tepër drejt dijes. Ky është edhe tema kryesore e hënës së re, që ishte tek shenja e Peshorës, e cila ishte një javë më përpara, ndërkohë që do të kemi edhe vazhdim ose më të them kulmimin e këtyre temave. Do të kemi edhe shërimin e trupit në këto momente, duke qenë se vazhdojmë që të jemi në ndikimet e disa këndeve pozitive. Një prej tyre që është më e rëndësishme, që kësaj hëne të plot do të jetë këndi pozitiv midis Jupiterit dhe Saturnit. Jupiteri ndodhet në këto momente tek shenja e Gafores dhe gjatë muajit nëntor do të kalojë në retrograd tek kjo shenjë. Kjo është pikërisht edhe dhurata e fundit që do të na jap, pra fati, para se Jupiteri të kalojë në retrograd. Prandaj është një nga momentet më të rëndësishme për të gjithë ne. Kemi ndikimin më të rëndësishëm për sa i përket të ardhurave materiale.
Kjo është një periudhë të cilën të gjithë ne do të fokusohemi pak më tepër këtu, do të rishikojmë edhe një herë të gjitha vlerat. Vlera më e rëndësishme që do të shikohet në këto momente do të jenë vlerat e femrës. Do të kemi dalë pak më tepër në sipërfaqe të një figure që ka integritet, që do të marrë një ndihmë shumë më të madhe edhe nga shoqëria. Një ndër ndikimet më të rëndësishme që do të jetë këtu, do të jetë ndihma që do t'i vi femrës nga femrat. Pra do të kemi një fillim në një fryme të re shumë herë më pozitive. Ose më të themi, kjo frymë filloi që nga hënere, do të vazhdoj edhe të kulmohet në këto momente. Pikat ku do të këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm, do të jetë në këto momente mund të jemi pak më të, ose më themi gjatë seanës të plotë, ndikimi do të jetë fokusimi tek gjërat të cilat na bëjnë pak fanatik, ose më themi gjërat të cilat ne mund të fiksohemi, të fokusohemi pak më tepër se çfarë është e domosdoshme ose e shëndetshme. Kjo në mënyrë që ne të perceptojmë mirë se cilat janë gjërat që na nevojiten në jetën tonë, një, e dyta është se cilat janë gjërat të cilat ne mund të përdorim me më tepër efikasitet. Kjo është një nga temat kryesore të këtij momenti. Duhet të përzgjedhim mirë, duhet të bëjmë një pastrim shumë herë më të mirë tashmë të jetës tonë dhe të mbajmë vetëm ato të cilat na bëjnë që të rritemi vazhdimisht dhe të krijojmë një mirëqenie të madhe ekonomike. Duke qenë se hëna do të jetë vendosur tek shenja e Demit dhe tema kryesore e shenjës së Demit është stabiliteti ekonomik, dhe ndërkohë që dielli në këto momente gjatë seanës të plotë më të themi do të jetë vendosur tek shenja e Akrepit, dhe shenja e Akrepit tematika kryesore është çështjes shpirtërore, dallimi midis jetës dhe vdekjes, ajo perdja që është këtu fillon dhe zbehet në mënyrë të dukshme, sepse ne dëshirojmë që të perceptojmë botën shumë më thellë. Do të mundohemi që të krijojmë një balancë midis botës sonë shpirtërore dhe asaj materiale. Në të vërtetë është një moment vërtet shumë pozitiv, siç e përmendë, kjo anë plot ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv. Mënyrë se si do ta përdorim këtë në mënyrë më efikase, duke qenë se dielli është vendosur tek shenja e Akrepit, detyrimisht duhet edhe të fokusohemi tek çështjet shpirtërore. Këtu, duke qenë se ne jemi shumë më të aftë për të perceptuar tashmë subkonsciencën tonë, gjithçka ka dalë në sipërfaqe. Deri në datën 5 do të kemi edhe një dalje edhe më tepër në skenë të këtyre temave. Bota jonë shpirtërore do të dalë pak më tepër sipërfaqe, do të jemi shumë më të ndjeshëm. Kjo ndjeshmëri nuk është negative, përkundrazi jemi më të ndjeshëm edhe ndaj ambientit, edhe ndaj gjërave që po ndodhin në këto momente. Anjita që është e vlefshme edhe në botës tonë të brendshme. Po ashtu arrim që të perceptojmë shumë mirë se cilat janë gjërat të cilat janë të drejta ose pozitive apo të shëndetshme për të bërë, të cilat janë gjërat të cilat dëmtojnë shoqërinë, ambientin apo edhe ne vetë. Prandaj do ta kemi shumë më të thjeshtë që të përzgjedhim. Kemi një dëmshuri shumë të lartë në këtë moment, edhe kjo detyrimisht na bën vërtet shumë mirë, sepse do të shëroj plagët e vjetra që kanë qenë në shoqëri. Ndërkohë që për sa i përket fokusimit që kemi në këto momente tek dija që duam të zgjerojmë shumë më tepër, të marrim informacion sa më tepër që të jetë mundur, kjo do të vazhdojë deri për hënën e plotë. Pas asaj do të kemi një përzgjedhje shumë më të madhe, sepse siç e thash do të mbajmë jetën tonë vetëm gjërat që do të na nevojiten, ose që do të jenë më të domosdoshme për të ndërtuar jetën me gatinë që ne dëshirojmë. Një nga tematikat më të rëndësishme të kësaj hëne të plotë është se do të kemi një pastrim të plotë të gjitha gjërave që janë të panevojshme. Kjo është diçka shumë pozitive, sepse do ta kemi shumë më të thjeshtë pas kësaj që të avancojmë përpara. Një nga problemet që mund të vjetre do të jenë probleme me syt, mund të kemi dhimbje më të themi këtu, duke qenë se shironi në këtë moment është vendosur tek shenja e Dashit dhe preket pikërisht zona e kokës. Gjatë kësaj periudhe kemi pasur edhe vërtet shumë sëmundje të cilat viroza e të tjerë që mund të preknin edhe kokën, pra kemi pasur dhimbje koke. Kjo gjatë kësaj hëne të plotë mund të shprehet edhe me dhimbje sysh dhe mund të kemi edhe probleme me shikimin, ose më të themi një farë mjegullimi. Është kalimtare, kjo është arsye që po e them, nuk është diçka për të shqetësuar, prandaj do t'i këshilloja që në këto momente thjesht të mos i lodhim shumë syt, pra ndoshta mos qëndrojmë shumë para televizorit, se tashmë nuk rri njeri para televizorit, por para telefonave. Kjo do të na ndihmojë më shumë në këto momente. Një ndër ndikimet më të rëndësishme që do të kemi, siç e thash, është fokusimi tek të ardhurat materiale, se do të kemi krijimin e një begatie të dukshme. Mënyra se si do të bëjmë këtë do të jap hap pas hapi. Në radhë të parë, kjo nuk është diçka që do të ndodhi brenda ditës, është diçka që ka filluar si proces që nga fillimi i muajit shtator. Kemi
përzjedhur në mënyrë të dukshme gjithçka, kemi kuptuar dhe shumë gjëra, edhe në lidhje me shoqërinë, po ashtu dhe pozicionin që ne kemi, se si duhet të veprojmë e të tjerë, ndërkohë që kjo hënë e plot tashmë do të jetë pika e fundit ose hapi i fundit drejt kësaj. Do të kemi dalje në skenë të talenteve shpirtërore, duke që tashmë do të shikojmë çfarë më thellë, do të perceptojmë edhe nga kjo gjë. Nuk ka tashmë vetëm materie, do të futemi në një botë të re e cila duhet t'i pranoj të dyja dhe duhet të heqin të dyja krap pas krap, pra edhe ana shpirtërore edhe ana materiale. Prandaj edhe kjo hënë e plot do të thotë edhe balancimin e dukshëm të këtyre temave. Kjo është edhe ajo çfarë thash, pra që mund ta kemi pak të vështirë që të balancojmë në këtë pikë, por pasi ta kemi kryer këtë balancë, çdo individ do ta ketë shumë më të thjeshtë të ndërtoj jetën që ai meriton. Deri tek hëna e plot mund të vëmë re disa fenomene të cilat mund të bëhen pak problematike, të lodhshme për të gjithë ne. Në radhë të parë, duke qenë se në këto momente edhe gjatë hënës të plot do të kemi këndin negativ midis Mërkurit dhe Uranit, kjo do thotë që informacionet që shpërndahen në këto momente nuk janë shumë të shëndetshme. Duke qenë se këto informacione mund të kenë dalë në skenë që të na drejtojnë ne vëmendje diku ku dëshirohet nga persona apo institucione të caktuara. Prandaj dhe disa fenomene që do të vijnë re është se mund të përzidhen disa persona në rolin e viktimës. Sepse do të kemi një luftë shumë të madhe edhe shpirtërore. Në mënyrë që ne ta kuptojmë mirë se cila është fuqia jonë pra shpirtërore, normalisht që do kemi një sforcim të madh në këtë pikë. Deri tek hëna e plot, kjo do të vjetër më tepër dhe do të kemi, po e them në këtë mënyrë, do të kemi tre sulme, tre lloje sulmesh, do të kemi sulmi fizik, mendor dhe atë shpirtëror. Kjo në përgjithësi do të jetë drejtuar ndaj personave, individëve të cilët janë figura publike, pra figura të njohura. Nuk mund të them që është në personat e zakonshëm, edhe pse këtu mund të ndihet, por në përgjithësi do të drejtohet drejt figurave publike në mënyrë që të tërhiqet vëmendja aty. Për sa përket sulmit mendor, mendoj që ka filluar që tani. Ndërkohë që për sa përket sulmit fizik, kjo brenda Shqipërisë nuk mendoj se do të ndodh, edhe nëse ndodh, është një probabilitet shumë i ulët, por në botë mund të ndodh drejt një individi i cili ka të bëjë me sportin. Dhe është një individ vërtet shumë i njohur, siç e thash, të gjitha këto po ndodhin, thjesht që ne të drejtojmë vëmendjen aty dhe pas kësaj do të arrijmë që të perceptojmë ne më mirë si shoqëri i gjithë, po bëhet fjalë për të gjithë botën, edhe pse Shqipëria mund të preket pak më tepër, se cila është rruga e drejtë, se ku duhet të reagojmë tashmë. Duke qenë se kemi pas një periudhë shumë të gjatë që mund të kemi qenë vërtet shumë pasiv, tashmë do të futemi në një periudhë ku do të jemi shumë më tepër proaktiv. Do të duam edhe ne që të marrim pjesë në të gjitha tematikat sociale. Kjo si fillim do të vijë si rrjedhoj e një lufte të madhe shpirtërore, siç e përmenda. Ajo çfarë do të përfitojmë nga kjo është një fuqizim i dukshëm i elementit femëror. Kjo është një nga temat kryesore të hënës së re, që është tek shenja e peshorës, duke qenë se do të kishim balancimin dhe daljen në skenë të elementit femëror, fuqizimin e saj. Kjo hënë e plot do të ndikojë përsëri tek e njëjta temë. Bile do ta kemi edhe më tepër në skenë, duke qenë se në këto momente do të kemi edhe ndihmën e femrave që do të vinë pikërisht nga femrat e tjera. Këtu përsa përket vendeve të punës, do të kemi një rritje shumë të madhe të personave të cilët, ose më them të femrave, që do të bëhen eksperte në fushat e tyre. Kemi filluar ta ndjejmë këtë, ose më them kemi filluar ta vëmë re këtë, por do ta vëmë re edhe më tepër, do të ndihet edhe më tepër gjatë vitit në vazhdim, ndërkohë që këto janë pikërisht momentet e para ku do të hidhen hapa shumë të rëndësishëm. Do të perceptohet shumë mirë se cilat janë alatët tanë të vërtet. Në qoftë se deri në këto momente për shembull kemi pasur një lëkundje të dukshme ose sulme të ndryshme ndaj femrës në shoqëri, që tani tutje kjo do të ndryshojë, sepse siç e thash do të kemi edhe ndihmë. Femrat do të fillojnë të mbështesin njëri tjetrin. E thash shumë shpesh për ishte diçka që më pëlqeu. Tani do të flas pak si do të ndikohet ana jo shëndetësore. Ishte një ndikim vërtet i rëndësishëm dhe në përgjithësi kemi ndikime shumë të mëdha pozitive. Do të qenë se
Do të kemi pak a shumë vazhdimin e tematikave që kanë filluar që nga hëna e plot, që ishte tek shenja e dashit. Pra, mund të vazhdojmë që të kemi dhimbje koke, e përmendaj edhe në fillim, kjo mund të përkthej edhe në dhimbje tek syt, pile dhe probleme me syt, me shikimin. Do të kemi vazhdimin e problemeve që kanë të bëjnë me sëmundje që përhapen në rrugët seksuale. Edhe kjo është vazhdimi i saj për të mbyllur përfundimisht. Ju lutem në këtë pikë të këshilloja të gjithëve që të shkoni të bëni testimet, pra analizat e nevojshme. Vazhdojmë që të jemi në periudhën tetorit roz. Është një periudhë shumë efikase për të kuptuar se ku qëndron problemi vërtet tek shëndeti jon fizik, në mënyrë që të zgjidhim këto probleme një herë mirë. Jemi në një periudhë ku të gjitha problemet mund të zmadhohen dhe detyrimisht mund të na friksoj pak. Por, në qoftë se marrim masa ose shkojmë te doktori në këto momente, kemi zgjidhje përfundimtare. Është një periudhë shumë pozitive për këtë, sepse do të kemi shërim pothuajse të plotë të këtyre tematikave. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit mendor, kjo është një temë e cila do të jetë pak më e prekur. Dhe mund të jetë pak më e vështirë për të të kaluar. Duke qenë se do të kemi vazhdimisht sulme të vështira, më duhet të them, nga persona të ndryshëm, nga ana shpirtërore, sidomos nga persona të cilët tani sapo zbulojnë fuqitë e tyre shpirtërore. Çfarë do të them me këtë? Duke qenë se ne jemi individ të cilët kemi edhe anën tonë shpirtërore, po kemi një periudhë shumë të gjatë, disa shekullore, po mundohemi vetëm në anën materiale. Ka shumë persona të cilët nuk janë në ndjenjë të anës së tyre shpirtërore, dhe në momentin e parë që mund të zbulojnë këtë fuqi të tyre, mund të fillojmë që të kemi edhe sulme të ndryshme, sepse jo të gjithë janë të përgatitur për t'i përdorur ato në mënyrë të shëndetshme apo në të mirën e shoqërisë. Prandaj dhe në këtë pikë, detyrimisht të gjithë atyre që ndjejnë sulme të tilla do t'i këshilloja që në këtë rast kemi nevojë shumë të madhe që të jemi të tokëzuar. Për fat të mirë, kjo hënë e plot gjatë kësaj periudhe ose më gjatë hënës e plot, elementet do të jenë të balancuar, pra do të kemi shumë më të thjeshtë që ta bëjmë këtë. Në qoftë se meditojmë, në qoftë se qëndrojmë më tepër në natyrë, e kemi shumë më të thjeshtë që të gjitha këto energji që ndoshta po i ndjejmë, ti të i kalojmë më thjesht. Është një hënë e plot në të cilin do të këshilloja patjetër të manifestonim. Në këtë rast të manifestonim anën materiale. Për të gjithë ata që kanë pasur probleme, që nuk kanë mundur që të krijojnë atë mirëqenien ekonomike që deri në këtë momente kanë dëshiruar ose normale që ju nevojitet, kjo hënë e plot është vërtet shumë efikase për këtë. Siç ishte edhe herën e kaluar, do t'i këshilloj që të fillonit këtë si ritual të paktën 24 orë përpara. Orën e hënës së plot e thash, por përsëris është në orën 14 e 19 të ditës së mërkur, pra në datën 5 nëntor. Në qoftë se filloni që ditën e martë të keni, do të jetë edhe më efikase. Mënyra se si mund të bëni këto rituale, keni shumë mënyra në internet. Në qoftë se dëshironi, mjafton të më shkruani, mund të përzgjedh edhe unë disa, duke qenë se në Turqi ekzistonin shumë rituale të tilla, mund të përkthej dhe t'i postoj disa. Ndërkohë që për sa i përket të ardhurave materiale dhe për zhvillimin e tyre, rritjen e mirëqenies, kjo do të vi pak a shumë gradualisht, do të kemi një rritje të mirëqenies së ekonomisë, më të themi, në shoqëri, në përgjithësi, prandaj edhe kjo do të përkthehet edhe në rritjen e ekonomisë së individit. Mund të kemi edhe probleme në lidhje me shëndetin, në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm në këto momente, probleme mund të zmadhen dhe më tepër, sidomos ata të cilët kanë dhimbje koke shumë të fuqishme dhe që i kanë kronike, duke qenë se këto do zmadhen dhe më tepër dhe mund të kemi një disbalancim të dukshëm hormonal, do të këshilloj që të shkonim patjetër te doktori. Për sa i përket temperaturave, jemi futur në një periudhë ku temperaturat janë shumë të luhatura, por do të vazhdojmë që të kemi temperatura shumë të larta dhe rreshëshiu të vazhdueshme. Një lloj siç ishte edhe tek hëna e re, do të vazhdojmë që të kemi mjegull në zona të larta, por kjo nuk është problematike në qoftë se marrim masa. Ndikimi më i madh pozitiv që do të vi në çështjet e teknologjisë. Duke qenë se teknologjia dhe mjekësia në këtë moment kanë filluar që të ecin krah pas krahu, ne ndoshta nuk e ndjejmë në këto momente, por shumë shpejt do të fillojmë që ta ndjejmë, sepse në të vërtetë teknologjia në lidhje me mjekësinë ka evoluar vërtet shumë, dhe nga kjo hënë e plot, kjo do të materializohet edhe më tepër. Do të kemi një fokusim shumë më të madh tek përdorimi të vibracioneve në shërimin fizik, duke qenë se mjekësia alternative dhe ajo tradicionale do të fillojnë që të funksionojnë të dyja së bashku.
do të kemi një riperceptim të dukshëm, të komplet, mënyrë se edhe e zbatojmë mjekësinë, por edhe se si e perceptojmë ata. Duke qenë se edhe ana shpirtërore tashmë do të fillojë që të merret në konsiderat edhe kur bën konsulta për anën materiale, pra nëse kemi probleme fizike. Kjo është diçka, është një hap që ka kohë që ka filluar që të hidhet, por tashmë do ta kuptojmë, do të materializohet pra. Është një moment historik, është vetëm një moment historik dhe shumë pozitiv. Gjatë kësaj hane të plot, një ndër vendosjet më të fuqishme do të jetë edhe vendosja e Venusit, e përmenda, është e vendosur në një fix i cili jep një fuqizim të dukshëm, një balancim të dukshëm, si në shoqëri, po ashtu dhe brenda nesh, duke qenë se do të balancoj edhe anën tonë femërore me atë mashkullore. Ndërkohë që deri në këto momente, nga ky disbalancim, është krijuar një shoqëri e cila ka qenë shumë toksike, fal këtij balancimi, do të krijohet një shoqëri e cila mbështet shumë njëri tjetrin dhe ne vetë si individ do të ndihemi shumë herë më mirë. Kjo ka rëndësi. Prandaj edhe për këtë arsye nuk do të ndihemi të nevojshme që të sulmojmë shumë njëri tjetrin. Lufta shpirtërore që përmenda pak përpara do të bëhet nga grupe të caktuara, drejt grupeve të caktuara ose nga persona që tani po kuptojnë fuqinë e tyre. Gjithsesi, është diçka që do mund të kalojë vërtet shumë thjesht në qoftë se jemi të vetëdijshëm. Sepse, siç e përmenda, kemi mbështetjen e disa nga planeteve. Më e rëndësishme për tyre do të jetë Jupiteri, që e përmenda dhe ata, ndërkohë që tjetri është Saturni. Saturni në këtë moment është vendosur tek shenja e Peshqve, që do të thotë edhe botën e brendshme subkonsciencë jonë, marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin është vërtet e shëndetshme sepse na ndihmon që të krijojmë grupin të shëndetshëm. Pra nuk e kalojmë asnjë gjë. Dhe detyrimisht kjo do të ndikojë edhe në mënyrë pozitive në të gjitha marrëdhëniet që ne kemi me njëri tjetrin. Një pikë që do të këshilloj që të jemi pakës më të kujdes ose më të them që ndoshta do të na duhet që të marrim masa, do të jetë në lidhje me mbytyjet, duke qenë se në këto momente mund të kemi shumë shira. Të gjithë ata që kanë probleme, që jetojnë në zona që kanë probleme në lidhje me këtë temë, do të këshilloj që të jemi pak më të kujdesshëm. Shenja e dashit gjatë kësaj hëne të plot është shumë e fuqizuar. Drejtuesi i shenjës së dashit, pra Marsi, do të jetë i vendosur tek shenja e Shëgjetarit, e cila është një tjetër shenjë zjarri, prandaj dhe jep një fuqizim vërtet shumë të madh, por jo vetëm nga kjo. Është e vendosur dhe një yll fiks i cili jep një fuqi shumë të madhe sepse ndodhet tek yjesia e Herkulit. Kjo do thotë që jep edhe një fuqi fizike, do të jenë shumë aktiv. Nga ana tjetër jep edhe nder. Pra dhe një ndjeshmëri shumë të madhe, jep nevojë shumë të madhe dhe për dije. Për këtë arsye, shenja e dashit nga kjo hënë plot është një nga shenjat më të ndikuara pozitivisht. Do të kemi një rritje të konsiderueshme në botë kuptimin e tyre, duke qenë se tashmë e shikojnë gjithçka më thellë. Fuqinë që kanë nuk e shpërdorojnë, nuk janë impulsiv. Pra, në këto momente dashi është rritur, është pjekur dhe arrin që të përdorë çdo gjë në avantazhin e tij. Balanca që krijohet në këto momente edhe në marrëdhëniet e tyre sentimentale, detyrimisht i ndikon ata në mënyrë shumë pozitive dhe i ndihmon për të krijuar edhe një mirëqenie vërtet shumë të madhe ekonomike. Kjo hënë plot për ta do me thënë edhe mbarimin e periudhës e cila do të thotë e cila ka pasur probleme me të ardhurat materiale, në qoftë se kemi pasur ne vetë probleme për të ditur se ku do të investonim, se cilit janë personat e shëndetshëm ose që na nevojiten për të krijuar stabilitetin tonë ekonomik apo për të kaluar kohën. Kjo është periudha ku të gjitha këto pikpyetje mbarojnë. Duke qenë se Marsi do të ketë edhe kënde pozitive me Plutonin, kjo do thotë që kemi në këto momente një stabilizim vërtet shumë të madh të fuqisë së tyre të brendshme dhe pasqyrimin e saj në botë. Kjo hënë e plot shenjën e dashit ta prek pikërisht te të ardhurat materiale. Këtu do të kemi një rregullim të dukshëm, siç e përmenda, dhe pas kësaj, duke qenë se do të krijojë një stabilitet vërtet shumë të madh ekonomik në materie, do të fillojë që të fokusohet më tepër tek çështjet shpirtërore, ku edhe këtu do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Do ta riperceptoj edhe një herë anët e shpirtërore, do të ketë një rritje këtu, dhe kjo normale që do ta bëjë atë njëri shumë më të thellë,
do të ndihmoj që të krijoj edhe një farë drejtësie në jetën e tyre, sepse gjithçka do ta shikojnë në një dimension më lart. Kjo hënë plot për shenjën e dashit ka një ndikim vërtet shumë të madh pozitiv siç e vini re dhe pothuajse në çdo aspekt të jetës. Duke qenë se do të krijojë stabilitet ekonomik, një vlerësim vërtet shumë i mirë dhe i shëndetshëm në për çdo gjë që ka aktualisht në jetën e tyre, kjo detyrimisht do të ndikojë ata edhe në çdo aspekt tjetër të jetës, në çështje sentimentale për të krijuar lidhje të reja shumë më të shëndetshme, po ashtu edhe për të stabilizuar nëse kanë pasur probleme deri tani në marrëdhëniet e tyre afatgjata, e njëjta gjë është e vlefshme edhe në karrierë ku mund të kemi një rritje kolosale, më duhet të them. Të gjitha problemet që mund të kemi pasur tek bota e tyre brendshme, që mund t'i kemi bile deri tek ana e plot, pas nëse plot do të mbarojnë. Shëndeti për dashin është një lloj siç ishte ndikimet e përgjithshme, nuk është se ka diçka specifike. Shenja e demit. Shenja e demit është karakteri kryesor i kësaj hëne të plot, është shumë i fuqizuar, kemi shumë vendosje të cilat e ndikojnë atë në mënyrë pozitive, më e rëndësishme prej tyre është Jupiteri, i cili është i vendosur tek shtëpia e tyre komunikimit, e udhëtimeve, e informacionit që ata marrin, bashkëpunimeve, është e vlefshme. Për këtë arsye, shenja e demit do të ketë një rritje kolosale të ardhurave materiale, sepse do të arrijë të përdorë të gjitha ato që sapo përmenda në lidhje me këtë temë. Shenja e demit do të bëjë vërtet karakteri kryesor i çdo ambienti që do të futet, do të kemi pak a shumë do të bëhet lider. Edhe për ta kemi një fuqizim të dukshëm të marrëdhënieve që kanë në çift, do të kemi bashkëpunime të shumta në lidhje me këtë tema, sidomos edhe bashkëpunime ose fillimet të reja të burimeve materiale, të cilat do t'i bëjnë me partnerët e tyre, pra ndoshta edhe me bashkëshorët e tyre, të cilin do t'ia këshillojnë në këto momente. Për shenjën e demit kemi edhe një ndihmë shumë të madhe që do të vinë nga femrat. Në përgjithësi këto do të jenë motrat ose personat të cilët janë tek rrethit e tyre ngushtë, dhe këto do të ndihmojnë në mënyrë të dukshme për të gjetur rrugën e tyre dhe për të arritur mirëqenien, begatinë që ata dëshirojnë. Kjo do të vijë edhe si rrjedhojë e punës, praktiketit që ata kanë në këto momente në jetën e tyre. Përsa i përket çështjeve sentimentale, është një nga shenjat që do të ndikohet në mënyrë më pozitive, vërtet shumë pozitive. Në këto momente çdo gjë, çdo hap që ata hedhin i drejton tek lidhja e tyre më e shëndetshme, tek lidhja e cila do të zgjasë për jetë dhe e cila është vërtet ajo vendi ku ata do të mund të rikthehen, ku do të ndjehen në zona e tyre komfortit për pak a shumë, sepse do të ndjehen vërtet të llastuar pak a shumë brenda këtyre lidhjeve. Pika ku do t'i këshilloj që të jemi pak më të vëmendshëm do të jetë në lidhje me shëndetin, duke qenë se ndryshe nga çfarë është tek shenja e dashit, shenja e demit mund të jenë pak më të prekur tek çështjet hormonale. Për ata mund të kemi një disbalancim në këtë pikë. Arsyeja vetme që po ndodh kjo është që të kuptojmë se cilat janë problemet ekzistuese dhe t'i zgjidhim, sidomos ato që janë kronike, në këtë moment mund dalin pak më tepër në sipërfaqe. Për ata të cilët kanë probleme me diabetin, është një të gjë, tema vazhdon që të jetë aktive nga hëna e re, do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm dhe të kontrollohemi, sidomos ata që e kanë të trashëguar pa, do t'i këshilloj që të bënim kontrollet e nevojshme. Shenja e binjakëve. Për shenjën e binjakëve, kjo në plotë shumë e fuqishme, duke qenë se do të ndodhë në subkonsciencën e tyre. Shenja e binjakëve do të riprezentohet më mirë të themi me veten e tyre. Është një fuqizim vërtet shumë i madh i anës së tyre shpirtërore, duke qenë se shenja e binjakëve vërtet që në anën shpirtërore në qoftë se arrin që ta perceptojë, të bëjë atë lidhje, është një nga shenjat më të fuqishme në të vërtetë, sepse arrin që të tërheqë informacione nga universi. Dhe gjatë kësaj hëne të plot, drejtuesi i tyre do të jetë i vendosur pikërisht përballë me ta dhe me Uranin, i cili në këtë moment është i vendosur tek shenja e tyre.
do të kemi një fuqizim të dukshëm të informacioneve që ata marrin nga universi dhe si rrjedhoj do të kemi edhe një thellim shumë të madh të anës të tyre shpirtërore. Kjo pika ku do të preken si fillim do të jetë bota e tyre brendshme dhe marrëdhëniet e tyre në çift. Të dyja këto mund të bëhen pak problematike deri tek ëna e plot. Mund të kemi një trysni shumë të madhe që do të krijohet këtu, arsyeja që po ndodh është që ata të kuptojnë veten e tyre më mirë. Mënyra se si mund t'i kalojmë të gjitha këto që sapo përmenda është të mbajmë ditar ose të komunikojmë me personat e të cilët kemi besim. Nuk do t'ju këshillohesh të komunikoni me partnerin tuaj sepse mund të keq kuptoheni në këto momente, do të këshilloj më tepër që të drejtoheshit tek shoqëria juaj ose tek ndoshta mësues, profesor ose persona të cilët perceptoni në atë sy për që keni besim në atë pikë vështrim, për të cilët keni marrë mësime të rëndësishme të jetës, pra do të them, ata do t'ju ndihmojnë edhe më tepër që të mund të gjithë këtë trysni që ndjeni brenda vetes tuaj të artikuloni dhe të perceptoni më mirë veten tuaj. Pas kësaj do të kemi një zhvillim të dukshëm në çdo aspekt të jetës, duke filluar që nga të ardhurat materiale, duke vazhduar tek jeta e tyre e përditshme. Në qoftë se në këto momente keni një dëshirë për të ndryshuar pamjen tuaj të jashtme, do t'ja këshilloja me ngujm sepse bota e brendshme po del jashtë, po del në sipërfaqe dhe kjo do të jetë pikërisht pasqyrimi i botës tuaj të brendshme. Sa më e përafërt që të jetë ajo çfarë duket jashtë me botën që keni brenda, aq më të thjeshtë ta keni për të tejkaluar ose për të balancuar këtë. Është një moment vërtet shumë pozitiv. Mund duhet pak i lodhshëm, mjafton që të përdorni metodën që sapo e thash. Pra nëse nuk dëshironi që të flisni me dikë, të marrni ditar, është dhe ajo efektive. Për shenjën e binjakëve, pas kësaj në të plot, do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe të ardhurave materiale. Duke qenë se do të kemi një ndihmë shumë të madhe, shenjë që do të marrë ndihmë më të madhe nga sistemi, nga universi, dhe do të kemi shërimin e plotë të gjitha problemeve që kanë të bëjnë me subkonsciencën e tyre dhe si rrjedhojnë në anën e tyre psikologjike. Nëse në këto momente mund të keni ndier një trysni, mund të kemi qenë pak depresiv me moral të ulët, pas anën të plot do të ndjejmë komplet të kundërtën. Dhe kjo do të përkthehet në të ardhurat materiale, pra krimin e begatie edhe në të ardhurat materiale. Shenja e gaforës. Normal shenja e gaforës kur kemi hënë të plot është karakteri kryesor, por kësaj radhe vërtet që temi e mori këtë si vend, por edhe shenja e gaforës ndikohet në mënyrë vërtet shumë dhe në mënyrë shumë pozitive. Si fillim pika ku do të ndikohet më tepër, ku do të kemi fokusim, ku do të kemi spastrim të dukshëm, do të jetë në shoqërinë e tyre. Në këto momente kemi fokusim shumë të madh këtu dhe kjo hënë e plot do të nxjerrë edhe më tepër në sipërfaqe problemet që kanë ekzistuar këtu. Shenjat e gaforës do t'ju duhet që të jenë vërtet shumë empatik, të mundohen që të kuptojnë, të perceptojnë dhe të ndajnë personin nga situata. Është një nga momentet më të vështira për shenjën e gaforës, ose më themi testimi më i vështirë për shenjën e gaforës, por nëse arrin që ta kalojmë me sukses, atëherë do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe. Kjo rritje si fillim do të vijë si fat, në formën e fatit dhe krijimin e lidhjeve të reja sentimentale për të gjithë ata që nuk janë në një lidhje, për të gjithë ata që janë në një lidhje aktualisht, do të kemi kalimin e kësaj lidhje në një dimension të ri. Pra mund të bëhen me fëmijë, mund të martohen, ose mund të kemi rizgjimin e ndjenjave nga e para. Dhe të gjitha këto do të jenë në një nivel shpirtëror, pra nuk është asnjë gjë më tani thjesht sipërfaqësore. Vërtet që do të kemi një zhvillim shumë herë më të madh të anës shpirtërore. Do të rritet një përkushtimi që ata kanë ndaj gjithçkaje dhe duke qenë se do të arrisin përkushtimin që kanë edhe ndaj personave, edhe ndaj vetes së tyre që është pjesa më e rëndësishme, këto do të fillojnë që të vëmë re një rritje vërtet shumë të madhe edhe të begatisë që kanë jetën e tyre. Çështja e hënës të plot, do të kemi edhe një kënd pozitiv midis Jupiterit që është i vendosur tek shenja e gaforës në këto momente me Saturnin, që është i vendosur tek shenja e peshqve. Kjo do të thotë që deri në këto momente nëse kemi pasur një lloj fanatizmi, ideologjish të cilat na kanë mbajtur mbrapa, të cilat na kanë penguar edhe që të kuptojmë realitetin, dhe në disa raste të heqim nga jeta jonë personat të cilët ndoshta janë të nevojshëm ose janë personat të cilët nuk e meritojnë që të hiqeshin nga jeta jonë, thjesht siç e thash, duhet të perceptojmë dhe të ndajmë situatën nga individi.
Do të kemi rikthimin e këtyre temave në mënyrë që të bëjmë edhe një herë zgjedhjen, pra të mbajmë jetën tonë vërtet gjërat që ne dëshirojmë. Kemi një mundësi të dytë, do të këshilloja të gjithë atyre që janë shenja e gaforës ta përdorin këtë moment, sepse fal kësaj mund të kemi edhe ndryshimin e relievit të gjithjetës së tyre në atë çfarë ata dëshirojnë vërtet. Është një ndikim vërtet shumë i madh pozitiv për ripërsërisje. Për të gjithë ata të cilët kanë probleme ose kanë pasur një jetë shumë problematike gjatë gjithë këtyre një viti në këndjes, ky është moment vërtet shumë pozitiv sepse të gjitha këto probleme do të dalin në sipërfaqe ose do t'i rishikojmë edhe një herë në mënyrë që t'i zgjidhim dhe pas kësaj do të krijojmë jetën në bazë të saj në mënyrë shumë më të shëndetshme. Për sa përket shëndetit, shenja e gaforës në këto momente ose më themi gjatë kësaj hënë të plot do të kenë një ndikim shumë të fuqishëm. Ndikimi më i madh vazhdon që të jenë tek çështja hormoneve, mund të kemi disbalancim këtu, mund të kemi të prekur sistemin tretës, e njëjta gjë është e vlefshme edhe tek pjesa e gjirit. Të gjithë ata që kanë probleme, kanë prirje për të smurur në lidhje me këto tema, mund të kemi edhe probleme të trashëguara, sidomos në lidhje me kancerin, do të këshillojmë me ngurim që të shkoni të bëni testimet e nevojshme, pra të bëni analizat e nevojshme. Është moment shumë efikas për të shëruar në këto momente, vërtet që mund të kemi shërim, por duhet edhe ne të bëjmë detyrën tonë. Shenja e luanit është shumë e fuqizuar gjatë kësaj hëne të plot. Ndikimi më i madh për ta, ose më të themi, fokusimi më i madh për ta do të jetë tek çështjet e karrierës, figura që ata kanë në shoqëri dhe krijimi një autoriteti të dukshëm këtu, i cili do të përkthehej edhe në një mirëqenie vërtet shumë të madhe. Mirëqenia më e madhe do të vi gradualisht, ose më themi hap pas hapi, si fillim do ta vëmë re tek bota jonë shpirtërore, duke qenë se ata do të vlerësohen një herë si figurë autoriteti, pas kësaj do të fillojnë që të përkthehen dhe në të ardhura shumë të mira materiale. Morali që do të krijohet nga kjo do të krijojë edhe një balancim shumë të madh tek marrëdhëniet e tyre sentimentale. Në qoftë se deri në këto momente kemi pasur të vështirë që të krijojmë balans brenda marrëdhënieve, sidomos atyre afatgjata pra brenda martesave, pas hënës të plot kjo do të bëhet shumë herë më e thjeshtë. Në këtë raste, të gjithë atyre që janë tek shenja e luanit, do të këshilloj që të merrni mendimin e femrave. Në qoftë se jeni mashkull, do të këshilloj që të merrni mendimin e partnerit tuaj, partneres, ndërkohë që për të gjithë ata që janë femra, do të këshilloj që të merrni mendimin e nënave tuaja. Ky është një moment në të cilin, në qoftë se kemi pikë pyetje dhe nuk kemi mundur që të gjejmë balancën brenda çiftit, kemi pasur shumë kontradikta sepse në këto momente kemi planuar të vendosur pikërisht përballë me shenjën e luanit dhe krijon shumë kontradikta brenda çiftit. Ky është momenti më i përshtatshëm për të zgjidhur këto dhe për të krijuar balancën që na nevojitet në marrëdhëniet tona sentimentale. Ndërkohë që për sa i përket komunikimit, në këto momente është vërtet shumë efikas. Kemi një balancim të dukshëm të jetës tonë të përditshme me argëtimin, po ashtu edhe me punën që bëjmë. Për këtë arsye, kemi edhe një mundësi shumë të madhe për të rritur. Do të zgjerohet shumë edhe rrethi jon shoqëror. Do të kemi dhe thellimin e marrëdhënieve të cilat janë marrëdhënie të ngushta, pra shoqëria jonë e ngushtë, të cilat mund të shndërrohen pak a shumë në marrëdhënie si familjare. Mund të kemi udhëtime të shumta gjatë kësaj periudhe, të cilat vërtet na bëjnë shumë dhe do të përkthehen edhe në të ardhura materiale, sepse mund të kemi prezantime surprizë të cilat do të na ndihmojnë edhe në rritjen tonë në karrierë, po ashtu siç e thash, mund të kemi edhe bashkëpunime të cilat mund të përkthehen dhe në një burim të ri të ardhurave materiale. Për këtë arsye, shenja e luanit është një nga shenjat më të ndikuara pozitivisht. Shenja e virgjëreshës është shumë e ndikuar pozitivisht. Të dy vendosjet më të rëndësishme, pra edhe hëna dhe dielli, janë të vendosura në kënd pozitiv me ta. Sidomos hëna është e vendosur në kënd pozitiv edhe me nyjen jugore, që është e vendosur në këto momente tek shenja e virgjëreshës. Nyja jugore në të vërtetë neve na sjell shumë sfida në jetën tonë, duke qenë se e trondit mirë jetën tonë, në mënyrë që ne të kuptojmë mirë se çfarë duam, se cila është jeta që dëshirojmë që të jetojmë e të tjerë. Pra na sfidon pak në mënyrë që ne të njohim më mirë veten tonë, por kjo hënë
e plot, duke qenë se hëna do të jetë në këmbë pozitiv me pikërisht nyjen jugore, do të thotë që do të kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe nga sistemi. Nëse kemi pasur probleme me të ardhurat materiale, kjo është periudha ku këto jo vetëm do të mbarojnë, po do të kemi edhe krijimin e burimeve të reja. Vlerat monetare në këto momente do të kemi një shtim të dukshëm. Sidomos ato që vijnë nga bashkëpunimet. Në qoftë se keni mundësi që të bëni bashkëpunime me persona të cilët ndodhen në shtetit, do t'i këshilloja me ngulm, ose mund të kemi edhe produkte të ndryshme të cilat ekzistojnë jashtë shtetit dhe dëshirojmë që të bëjmë tregti në lidhje me to, edhe këtë të këshillojmë me ngulm. Për shembull në Virgjëreshës, këto janë tema të cilat janë shumë praktike, sepse do të jetë fokusuar pikërisht tek prakticiteti që kanë në jetën e saj. Për sa përket çështjes shpirtërore, shenja e Virgjëreshës ka një periudhë të gjatë që po e njeh mirë veten e saj edhe në këtë prizëm. Prandaj edhe në këto momente po krijon një balancim vërtet shumë i madh në këtë pikë. Komunikimi, prezantimi me persona të rinj, njerëz të rinj që po hyjnë në këto momente në jetën e tyre, do të bëjmë pak a shumë persona të tyre, persona që do të kalojnë më tepër kohën. Dhe si rrjedhoi kësaj, mund të kemi edhe një ndryshim shumë të dukshëm ose shumë në pozitive të relievit të shoqërisë së tyre. Në qoftë se kemi pasur zhgënjime tek shoqëria, në qoftë se kemi pasur persona të cilët ndoshta kanë manipuluar apo në një farë mënyrë na kanë shkaktuar dëme materiale pas gjithmonë, fare kësaj hane të plotë, të gjitha këto do të shpërblen, do të kemi një drejtësi hyjnore, më duhet të them. Pra në qoftë se ne kemi humbur një, do të marrim tashmë, ne do të na rikthehet personave që na kanë mashtruar, normalisht që do t'ju iki. Nuk i kuptojmë po se kuptojnë nuk ka shumë rëndësi. E rëndësishme është në këtë moment për shëndet e Virgjëreshës që do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe të ardhurave materiale. Kjo në përgjithësi do të vijë nga rrethit tyre ngushtë dhe mendimin edhe të punës që ata kanë bërë deri në këto momente. Kemi një balancim të dukshëm edhe të mirëqenies që ata kanë brenda shtëpisë, po ashtu edhe të marrëdhënieve që kanë me partnerët e tyre. Për të gjithë ata që nuk kanë një lidhje sentimentale, ky është një ndër momentet ku jemi pak më tepër romantik. Unë personalisht do të këshilloja që të fokusohemi pak edhe këtu. Në qoftë se jemi në një lidhje afatgjatë, ky është një moment që mund ta shndërrojmë atë lidhje ose mund ta rikonstrukturojmë edhe në anën shpirtërore, duke qenë se të dy partnerët mund ta kemë më të thjeshtë për të perceptuar njëri tjetrin. Kemi një mirëkuptim shumë të lartë nga kjo anë plot, dhe shenja e Virgjëreshës do të ndikohet në mënyrë më pozitive se të gjitha të tjera pothuajse në këtë pikpamje. Për sa i përket shëndetit, shenja e Virgjëreshës do të jetë e prekur tek sistemi ose me tek rrugët e frymëmarrjes, dhe mund të kemi edhe të prekur dhe sistemin tretës. Normalisht të vazhdojmë që të jemi gjatë tetorit roz. Unë personalisht, derisa të arrim tek anë plot, do t'i këshilloj që të shkoni të bëni analizat e nevojshme, por pika ku do të jemi pak më të prekura dhe që mund të ndihem bile një farë trysnie, është pikërisht tek pjesa e belit dhe tek sistemi tretës. Për të gjithë ata që kanë probleme me belin bile, do t'i këshilloj që në këto momente të mos e sforconi shumë. Shenja e peshorës. Atëherë, shenja e peshorës ka një ndikim pak të çuditshëm. Si fillim do them pikat ku duhet jemi të vëmendshëm. Në këto momente duhet jemi pak të vëmendshëm dhe të perceptojmë mirë se mënyrën se si po na afrohen njerëzit, sidomos në lidhje me bashkëpunimet që kanë të bëjnë me të ardhurat materiale. Bashkëpunimet gjatë anës të plot do të jenë shumë pozitive për ta, por në qoftë se i kemi të analizuara mirë dhe në qoftë se jemi të sigurt për personat me të cilët do ta bëjmë këtë si gjë. Për sa i përket kredive, është komplet e kundërta. Në qoftë se keni mundësi dhe dëshironi që të merrni kredi për të bërë me shtëpi, për të krijuar biznesin tuaj, është një nga momentet më pozitive për këtë si gjë. Do t'ju këshilloja me ngulm, sepse pas datës 7 nëntor do të kemi kalimin e retrograd të Mërkurit, pra janë momentet e fundit që mund ta bëjmë këtë. Ndërkohë që përsa i përket trashëgimive, edhe kjo është një tjetër temë pozitive. Do të vim pak a shumë vetvetiu, do të kemi sqarimin e problemeve, në qoftë se kemi pasur probleme në çështje gjyqësore, kjo është zgjidhja e këtyre problemeve dhe dalja me shumë fitim për shenjën e peshorës në lidhje me këto tema.
Por, siç e thash, nëse do të bëjmë bashkëpunime me individ të caktuar ose me firma të caktuara, unë do t'i këshilloj që të bëjmë analizat e domosdoshme dhe të shqyrtojmë mirë të gjitha marrëveshjet përpara se të i firmosim. Këtu mund të jemi pak më të hapur ndaj manipulimeve, sepse vetë shenja e peshores mund të kërkoj, s'po më vjen fjala, mund të jep pak më tepër materiali se çfarë duhet në këto momente, prandaj edhe mund të manipulojmë veten e tyre. Për këtë arsye do të këshilloj që të jemi të gjak ftohtë dhe mbilen nëse është nevojshme të marrim edhe ndihmën e ekspertëve. Në qoftë se arrim ta bëjmë këtë, që nuk është më e vështirë siç e shihni, atëherë do të kemi një rritje vërtet shumë të madhe ekonomike. Shenja e peshores do të ketë të vendosur edhe drejtuesin e tyre, pra Venusin tek shenja e tyre gjasane të plot, kërkojnë një balancim vërtet shumë të madh dhe për shenjën e peshores jep edhe një farë fame. Pra mund të bëhen të famshëm ose të njihen në një farë mënyrë për profesionin që ata kanë dhe kjo do të sjellë një të ardhur materiale vërtet shumë të madhe pozitive. Komunikimi, kontaktet që kryejnë në këto momente janë shumë pozitive, këto mund t'i prezantojnë njohje të re që ka në këto momente, krijimi i rrjetit të rinj që do të kemi në jetën tonë sociale, mund t'i prezantojë ata dhe me persona të rinj, të cilët mund të bëhen dhe persona të tyre të zemrës. Është një anë plot shumë pozitive, mjafton për i përsëris që ne t'jemi analitik me çdo kënd që ne mundojmë që të bëjmë bashkëpunim në këto momente. Ky nuk është thjesht bashkëpunim për të ardhurat materiale, mund të jetë edhe bashkëpunim me personat që të rinj që ndoshta do të kalojnë më tepër kohën në këto momente, pra është investim edhe në lidhje me kohën. Prandaj edhe këtu do të këshilloj që të jemi të vëmendshëm. Për sa i përket shëndetit, shenja e peshores është shumë e prekur tek balanci tek hana hormonale. Në këto momente bile mund të kemi një disbalancim të dukshëm. Nëse nuk e kemi, është gjë e mirë, por gjithsesi unë do të këshilloj që të bënim testimet e nevojshme, pra të shkoni të bëni analizën nëse nuk e kemi bërë. Në lidhje me karrierën, është një nga shenjat që do të kemi rritjen më të madhe dhe kushti që kanë këtu është shumë i thjeshtë, mjafton që të vazhdojnë në rutinën e tyre të përditshme, të vazhdojnë që të bëjnë punën e mirë që kanë bërë, pra të jenë të përgjegjshëm ndaj punës së tyre. Kjo do të thotë që të kemi një rritje vërtet kolosale në karrierë. Shenja e akrepit. Atëherë, shenja e akrepit është shumë e ndikuar detyrimisht, kjo hënë e plot do të ndodhë pikërisht përballë me ta. Ndikimi më i madh dhe më pozitiv, po e them mirë si fillim sepse do të sfidohen, e përmbledh, do të sfidohen si fillim të kjo si gjë, në mënyrë që ata të kuptojnë mirë veten e tyre dhe ndjenjat e tyre. Deri në këto momente, shenja e akrepit mund të ketë gënjur pak veten e tyre në lidhje me ndjenjat. Ndoshta mund të ketë dashur të fokusohej për të kryer një mirëqenie më të madhe ekonomike. Në të njëjtën kohë mund ta ketë gënjur pak veten e tyre dhe në lidhje me rritjen e tyre shpirtërore. Mund ta ketë egzageruar pak zhvillimin e tyre shpirtëror ose mund mos ketë dashur fare që të futet në këto tema. Par kanë qenë pak bardhë dhe zi në lidhje me këtë temë, ndërkohë që kjo hënë e plot do të balancojë këtë si gjë. Çdo gjë në jetën e tyre do të jetë më e balancuar dhe pikë ku do të preket si fillim do të jenë çështjet e tyre sentimentale. Nëse se kemi pasur ndjenja për një individ të caktuar dhe i kemi mbajtur pak për brenda, gjatë periudhe ne vetë do ta kuptojmë. Do të kuptojmë më mirë veten tonë dhe nëse dëshirojmë normalisht mund të shprehim ndjenjat tona. Për të gjithë ata që janë në lidhje sentimentale, pra janë në lidhje afatgjatë sidomos, gjatë periudhe do të kuptojnë shumë mirë se cila është mënyra që ta shndrojnë lidhjen e tyre në një lidhje shumë herë më të shëndetshme, e cila i bën të lumtur të dyja palët. Prandaj dhe do të kemi shërimin e dukshëm të këtyre temave për shenjën e akrepit. Të gjitha këto që sa përmenda, duke qenë se do të krijojë një balancim vërtet shumë të madh në botën e tyre të brendshme, në jetën e tyre të përditshme dhe në anën e tyre në materie, më të themi, do të kemi një rregullim të dukshëm edhe të anës materiale për të materjes për jetën e tyre dhe të botës së tyre të brendshme. Kjo do të përkthehet dhe në një rregullim të dukshëm të çdo gjë që kanë në jetë, duke filluar që nga karriera tek marrëdhëniet që ata kanë brenda shtëpisë, po ashtu edhe në lidhje me anën e tyre materiale, nëse duan të bëjnë shtëpi për shembull, ky është një moment vërtet shumë efikas. Nëse doni të merrni kredi, nëse doni që të ose ka një trashëgimni që të cilën keni kohë që merrni me këtë gjë, do të këshilloj që të bini nga mbrapa, sepse është një ndër momentet më ideale për të kryer stabilitet ekonomik dhe për të gjetur vendin ku ne do ta quajmë shtëpi, pra home, siç është në anglisht. Do të ndjehemi më mirë.
Shenja krepi ndikime më të madh në lidhje me shëndetin të ketë tek rrugët tek sistemi riprodhues. Është shumë e prekur në këto momente, duke qenë se kemi disbalancim të dukshëm të hormoneve, shenja krepi mund të preket pak më tepër këtu. Sëmundjet që janë të transmetuara në rrugët seksuale është shumë i prekur për shenjën e akrepit, nëse jemi në ndjeni të gjërave të tyre që mund të kemi pasur në të shkuarën, të këshilloj me ngurmë që të shkon të bën vizita te doktori. Ky është një ndër momente ku këto sëmundje mund të zmadhohen pak më tepër dhe nëse nuk i bëjmë nën kontroll, mund të kalojnë edhe në një fazë të cilën nuk do të na pëlqejë. Por në qoftë se në këto momente i kapim, kemi mundësi që të shërojmë komplet. Shenja e akrepit ka ndikime më të madh pozitiv. E vetmja gjë që duhet të këshilloj që të jemi të vëmendshëm është pikërisht kjo. Një nga shenjat që do të preket pak më tepër edhe në çështjet në dhimbjen e kokës, më të themi, në këtë moment është shenja e akrepit. Kjo është pak a shumë standarde për ta. Do të kaloj, është periudha e fundit, por do të vazhdojmë që e kemi këtë si periudhë sepse Jupiteri ka një kënd negativ me Chironin, i cili, domethënë Chironi në këtë moment është vendosur pikërisht tek shtëpia e shëndetit. Prandaj dhe kemi një trysni shumë të madhe tek pjesa e kokës në këto momente. Mënyra se si mund ta kalojmë këtë faktikisht është ndoshta mund të ecim, të toksohemi etj. Kjo është një mënyrë se si mund ta ndjejmë pak më pak. Shigjetari. Atëherë, shenja e shigjetarit është shumë e ndikuar tek jeta e tyre e përditshme, tek rutina e tyre, tek efikasiteti që kanë në lidhje me veten e tyre. Duan ta bëjnë gjithçka në mënyrë praktike, ta përkthejnë në prakticitet më të themi në këto momente, dhe kjo nuk është diçka negative, është diçka negative përkundrazi. Mënyra se si mund ta bëjmë këtë më thjesht të mos humbasim kohë, vozohemi, sepse një nga efektet anësore është dhe kjo mund të nervozohemi pak më shumë se ç'duhet, është që të jemi të programuar. Deri tek nëna e plot, shenja e shigjetarit do të perceptojë shumë mirë se cila është mënyra më efikase për të bërë çdo gjë, si për punën e tyre, për jetën e tyre të përditshme, ndoshta për cili është sporti që është më efikas për ta, cila është mënyra ushqimit. Bile në këtë moment mund të vëmë edhe disa gjëra ushqime që nuk kemi tolerancë. Edhe për shenjën e shigjetarit mund të duam të ndryshojmë pamjen tonë të jashtme, bile mund të kemi filluar ta ndijmë këtë si zjarr nga brenda, nëse kemi ndjesi të tillë, do ta këshilloja me ngulm. Në momentin që e bëjmë, arrim që t'i bëjmë këto, të balancojmë të gjitha këto, të perceptojmë mirë se cilat janë gjërat dhe jemi të programuar, e kemi shumë më të thjeshtë të fokusohemi tek tema që ka më tepër rëndësi, që është bota jonë e brendshme. Duke qenë se në këto momente shenja e shigjetarit, arsye që po merret kaq me prakticitetin është të anashkaloj botën e tyre të brendshme. Duke qenë e ka pak duke vluar në këto momente. Ka shumë gjëra që ndoshta nuk do të përballet. Trauma që mund të kenë ardhur nga shkuara. Fjala traumë ka ngelur pak si fjalë e frikshme në këto momente, por në të vërtetë janë probleme të cilat nuk ka dashur që t'i zgjidh ose të përballet në momente të caktuara sepse ka pasur një ngarkesë më të madhe nga gjëra të tjera. Por ky është pikërisht momenti ku në qoftë se zgjidhim shpejt e shpejt gjëra praktike në anë materie, kemi mundësi që të përballemi me këto probleme që kemi anashkaluar në çështjet shpirtërore, në anën psikologjike, më mirë të themi, dhe do të mund edhe të zgjidhim këto. Do të kemi shërim të plot, më mirë të themi. Të gjitha kufijt që kemi vënë ose muret që kemi ndërtuar në këtë periudhë do të shëmben dhe fal kësaj shenja e shigjetarit do të rritet vërtet shumë. Do të ketë një balancim vërtet shumë të madh, do të ketë një rritje shumë të madhe shpirtërore. Duke qenë se shenja e shigjetarit është një ndër shenjat më shpirtërore faktikisht që kemi, për ta kjo është një ndikim shumë i madh pozitiv. Do të kemi një rritje në begati, fal kësaj, shtimin e dukshëm të ardhurave materiale, do të kemi krijimin e lidhjeve sentimentale shumë të fuqishme dhe shumë të shëndetshme. Ndërkohë që gjatë kësaj periudhe drejtuesi i tyre ka një kënd negativ me Chironin dhe kjo mund të kryejë edhe plagë ose të hap plagët që na janë krijuar nga shkuara, ti rikujtojmë ato. Kjo në qoftë se përballem, në qoftë se jemi të guximshëm, atëherë do ta kemi shumë më të thjeshtë të gjitha këto, jo vetëm të tej kalojmë, por edhe të lulëzojmë pas kësaj. Do të kemi krijimin edhe të burimeve të ardhurave materiale të reja, sepse në këto momente kreativiteti tek shenja e shigjetarit është shumë i lartë. Mund të marrim një ndihmë shumë të madhe dhe nga shoqëria. Shenja e shigjetarit në lidhje me shëndetin është një ndër shenjat më të prekura.
gjithë atë anën efikase mënyrë se gjërat e reja që po perceptojnë në këtë moment në lidhje me ushqimin, në lidhje me sportin që duhet të bëjnë të tjerë. Nëse dëgjojnë trupin e tyre, e kanë shumë më të thjeshtë në këtë moment ta kalojnë me sukses dhe të mos kemi probleme, por nëse nuk e dëgjoni trupin tuaj, ka mundësi që të gjitha problemet shëndetësore të zmadhen edhe më tepër, prandaj do t'i këshilloja që të dëgjoni trupin tuaj, nëse ndjeni veten të lodhur të shplodheni, të merrni vitaminat, multivitaminat ose suplementet që janë të domosdoshme, të shkoni te doktori nëse ndjeni diçka dhe duke qenë se vazhdojmë që të jemi gjatë tetorit roz, të shkoni të bëni edhe analizat e nevojshme, pra testimet e nevojshme në lidhje me këtë temë. Shenja e hapit. Shenja e bricapit është një shenjë toke. Hëna duhet të vendosur tek shenja e demit, që është një tjetër shenjë toke, ndërkohë që dielli është i vendosur tek shenja e akrepit, i cili ka një kët pozitiv me shenjën e bricapit. Të gjitha këto, nëse i marrim një nga një, do të thotë që kemi një ndikim shumë të madh pozitiv. Por, duke qenë se kemi shumë vendosur tek shenja e shigjetarit gjatë kësaj hëne të plot, për shenjën e bricapit, bota e tyre brendshme është në vlim e sipër. Këtu është e vlefshme edhe në lidhje me mënyrën se si ata komunikojnë, duke qenë se mund ta kemi pak më të vështirë për të artikuluar. Ëndrat janë shumë aktive në këto momente dhe kjo mund të bëjë pak të lodhur gjatë ditës, pra. Ndërkohë që edhe Marsi është i vendosur këtu, prandaj edhe mund të reagojnë në mënyrë pak impulsive ndaj gjithçka, sepse mund të nxehen shumë lehtë. Si duhet të veprojmë në këto momente? Duke qenë se nëse jemi të organizuar, e kemi shumë më të thjeshtë që të dalim përpara të gjitha problemeve, dhe të gjitha surprizat që mund të dalin në këto momente, kemi më të thjesht për t'ja shkaluar, sepse jemi më të përshtatshëm, kemi shumë vendosje tek shenjat e ndryshueshme, por përshtatemi më shpejt me çdo të papritur që na del përpara. Kjo do të thotë që shenja e bricapit nuk do të testohet shumë. Pra trusnia që do të krijohet do të jetë shumë e vogël dhe do të jetë e menaxhueshme. Por nëse nuk programohemi, nuk përzgjedhim gjërat që janë të domosdoshme dhe jemi të shpërndar, nuk jemi të përgjegjshëm në punën tonë, të gjithë stresi që do të ndjen në këto momente do të shumëfishohet. Këtu do të preket si fillim marrëdhëniet e tyre sentimentale. Në qoftë se jemi të programuar, do të preken në mënyrë pozitive, në qoftë se nuk jemi të programuar, stresi i madh mund të krijojë përçarje shumë të mëdha tek marrëdhëniet e tyre sentimentale. Dhe kjo do të përkthejë edhe në përçarje vërtet shumë të mëdha të brenda përvendeve shtëpisë. Pra ata që janë të martuar mund të përkthejë edhe në divorc ose mund të dëshirojnë që të divorcohen, të aplikojnë për këtë, ose mund të përkthejë edhe në marrëdhënie shumë problematike me prindërit e tyre. Ku është ana pozitive e gjithë këtyre do thoni? Në momentin që ne jemi të kontrolluar dhe të programuar, kemi mundësi që të kemi një rritje kolosale në të ardhurat materiale, duke qenë se gjithçka në këto momente funksionon në favorin tonë. Kemi një fat shumë të madh për shenjën e bricapit dhe ky fat do të vijë në formën e kreativitetit. Do të jenë shumë kreativ, mendja e tyre shumë fjalore në këto momente për të kryer burime të reja të ardhurave materiale. Është e vlefshme edhe në lidhje me fëmijët. Pra, për të gjithë ata që duan të bëjnë me fëmijë, ky është momenti ku nëse keni bërë IVF dhe nuk ka funksionuar, do të këshilloj që në këto momente ta provoni edhe një herë. Hëna e plot është më efikase në këto momente, por plus që do të ndodhet tek shtëpia e tyre e fëmijëve, do është edhe më efikase. Në lidhje me shëndetin, duke qenë se kemi një disbalancim hormonal, do t'i këshilloj ta merrim edhe këtë parasysh, pra të mos egzagjerojmë edhe me ushqimet që ham, timi përzgjedhës, në mënyrë që të mos e zmadhojmë edhe më tepër probleme që mund të krijohet nga disbalancimi hormonal në këtë moment. Me sa diun, përdorimi i shumë të karbohidrateve e disbalancon edhe më tepër, duke qenë se rrit estrogenin e të tjerë. Nëse mos kalojmë te mjekësia, kthehemi tek astrologjia. Për sa i përket shoqërisë, ky është momenti ku shenja e bricapit do të lulëzohet. Bëhet një figurë autoriteti tek gjithë shoqëria që ka. Mund të jetë pikërisht personi ku të gjithë njerëzit që ka rreth do mund të drejtohen për të marrë këshilla. Të marrë një ndihmë shumë të madhe për këtë arsye edhe nga të gjithë personat që janë mirënjohës, që ata mund t'i ndihmojnë me këshillat e tyre, edhe për rritjen e tyre në karrierë. Pra, në një mënyrë do të ndihmojnë veten e tij. Dhe rritja në karrierë në këto momente do të vijë edhe fal punës që ata kanë bërë detyrimisht, por do të jetë pak a shumë shpërblimi i gjithë kësaj periudhe problematike që kanë pasur deri në këto moment. Mos nëse kemi pasur një energji të luhatur, mund mos kemi ditur se ku të qëndrojmë, se si të veprojmë e të tjerë, të kemi shumë më të thjeshtë.
Por përsëris kushti vetëm është të jemi të programuar, të përzgjedhim mirë gjëra që ne e dim që janë funksionale dhe të zbatojmë vetëm ato, të përmbahemi me të themi këtij plani. E rëndësishme është që, duke qenë se bota jonë e brendshme është shumë duke evoluar në këtë momente, ajo çfarë ndjej mund të ndryshojë shumë shpesh. Prandaj dhe duhet të përmbahemi planit, jo gjendjes tonë emocionale. Ky është motoja e shenjës së Briciapit. Për sa i përket shëndetit, ndikimet janë ato që ishin tek e përgjithshme, ndikimet në përgjithësi kemi një disbalancim pak hormonal deri tek ana plot, pasi nëse plot të gjitha këto do të ndryshojnë në mënyrë shumë pozitive, por deri atëherë e thash, ju lutem qëndroni në kontroll të vetes tuaj. Çështja sentimentale e përmenda, por është një periudhë ku mund të kemi edhe fillime të reja, është shenja më me fat në këtë pikë. Në lidhje me fillimet të reja, për gjithë ata që nuk kanë lidhje, është vërtet shenja më me fat. Sepse do të kemi mbarimin e periudhës që janë vetëm. Shenja e ujorit. Kjo hënë e plot po ndodh tek dy shenja fikse. Pra shenja e demit dhe shenja e akrepit janë shenja fikse, duke qenë se hëna do të jetë vendosur tek shenja e demit, por ta do të thënë një ndikim shumë i madh tek shtëpia e tyre, tek banesa, mënyra se si ata perceptojnë jetën ose si duhet të jetojnë, pra si ta krijojnë mërqënien këtu, dhe do të riperceptojnë edhe një marrëdhënie që kanë me familjarët e tyre. Si fillim mund të kemi disa diskutime ndoshta të ashpra, që mund të shndërrohen me të themi në tashmë, në qoftë se nuk jemi të kujdesshëm ose të kontrolluar. Kjo është edhe pika ku do t'i këshilloj që ta bëjmë, pra të jemi të kontrolluar. Në qoftë se arrijmë që ta bëjmë këtë, kemi mundësi shumë të madhe që të krijojmë një mërqenie vërtet shumë të madhe ekonomike në këtë moment për shenjën e ujorit. Të gjitha investimet që ka bërë gradualisht do të kthehen. Drejtuesi i tyre ndodhet në këmbë pozitiv me ujorin që është i vendosur në këtë moment tek shenja e tyre, për tek shenja e ujorit, dhe kjo do të thotë që idetë që kanë në këto momente dhe fati, pra kanë jo vetëm që kanë ide, por kanë dhe fat për të realizuar ato, marrin një ndihmë shumë të madhe edhe nga shoqëria, për gjëra që ata nuk arrin të shikojnë, shoqëria e tyre mund të shikojë, prandaj do të këshilloj që të marrim këshilla prej tyre ose të diskutojmë këto lloj temash me ta në mënyrë që të mund të kuptojmë, të perceptojmë të gjithë figurën e plot pra, dhe ta përdorim atë në maksimum. Për fat të mirë, në këto momente gjithçka është në sipërfaqe për shenjën e ujorit, arrin që ta kuptojnë shumë mirë, dhe siç e thash në pikat që nuk arrin të shikojnë, edhe shoqëria i arrin që të shikojë dhe ndihmon vërtet shumë. Kemi zërimin e dukshëm edhe të rrjetive social, edhe për shenjën e ujorit mund të dotojnë shumë, dhe pjesa më e rëndësishme është rritja në karrierë. Është shenja që ka më tepër fat në këtë pikë. Do të lërëzojmë, vërtet. Në qoftë se deri në këto momente nuk dinim se cila ishte karriera që ne duhet të zgjidhnim. Duke qenë do të kemi krimin e stabilitetit, një balancë shumë të madhe në jetën e tyre, dhe do të krijohet pikërisht jeta, ose më themi do të fillojmë që të hedhim hapat e para drejt jetës që ne dëshirojmë vërtet, apo që është qëllimi që ne kemi ardhur në tokë. Do të kemi një ndihmë shumë të madhe dhe nga universi, dhe kjo do të përkthehet dhe në një rritje shumë të madhe në karrierë, duke qenë se kjo është pika kulminante e çdo individi. Për sa i përket çështjeve sentimentale, edhe për ta mund të kemi fillime të reja, janë në përgjithësi shumë të përshtatshme për ta, ka një botë kuptim të shumë të përafërt me ta, dhe në përgjithësi kemi fat në lidhje me këtë temë. Këto mund të vinë më tepër nga shoqëria, edhe në qoftë se nuk vi nga shoqëria, do të këshilloj që të fokusohemi që të bëjmë miq, të bëjmë shok, pastaj të krijojmë lidhje. Për sa i përket shëndetit, kjo është shumë e rëndësishme në këto momente, kemi një fokusim shumë të madh tek sistemi nervor, duke qenë se kemi një dhimbje shumë të madhe kokës, siç e thash, pjesa e kokës është shumë e prekur, dhe kjo krijon edhe një tërësi shumë të madhe tek sistemi nervor. Tek të gjithë, shenja e ujorit e ka më të ndjeshme se të gjitha shenjat e tjera sistemi nervor, prandaj edhe mund të preket pak më tepër. Në këtë rast do t'i këshilloja që të gjeni mënyra të ndryshme, gjithsecili ka të vetën, që të argëtohemi dhe të heqim të trysni nga trupi jonë, ndoshta të ecim në natyrë, të flasim me njerëz, siç e keni ju vetë, gjithsecili ka më vete se çfarë dëshiron të bëjë. Dhe shenja e peshqve. Shenja e peshqve nga kjo hënë e plot ndikohet në mënyrë shumë pozitive. Ndikimi më i madh pozitiv për ta është mënyra se si ata e përthithin informacionin.
Në këto momente gjithë bota është libër i hapur për ta dhe mjafton që ta lexojmë. Kjo është edhe arsye që e thash, mënyrë se si përfitimin informacion do të ndryshojnë në mënyrë të dukshme. Kjo normalisht ndihmon ata për të krijuar lidhje si fillim marrëdhënie, kontakte shumë më të shëndetshme me të gjithë njerëzit që kanë rreth rrotull. Do të zgjerojnë në mënyrë të dukshme të gjithë rrethin e tyre shoqëror, do të rregulloj edhe marrëdhëniet që kanë me vëllezërit dhe me motrat e tyre. Kjo është dhe pika më e rëndësishme për ta, do të kemi një shërim të dukshëm në lidhje me këtë temë. Dhe të gjitha këto, duke qenë se do të ndihet shumë më mirë, më i vlerësuar në ambientin ku jeton, do të përkthehet edhe në një moral shumë të lartë dhe në të ardhurë shumë të mira materiale. Vlera që ne ndijmë për veten tonë gjithmonë përkthehet edhe në vlerë materiale dhe kjo për shëndetin e peshqve në këtë moment është shumë efikase. E përmenda tek shenja e Virgjëreshës që nyja jugore ka një kënd pozitiv me hënën, e njëjta që është e vlefshme edhe për nyjen veriore që ndodhet tek shenja e peshqve me diellin. Ka një kënd pozitiv, kjo do thotë që energjia në këtë moment e favorizon shumë shenjën, energjia që është në ajër, e favorizon në mënyrë të dukshme shenjën e peshqve, e shtyn përpara që ata të arrijnë qëllimin që kanë në jetë. Të gjitha pengesat që kanë në këto momente vërtet fillojnë dhe ngrihen. Pika ku ata duhet të ose çfarë duhet të bëjnë në këtë temë është që të punojnë, të vazhdojnë që të ecin në rrugën që po e kuptojnë që po ju hapet përpara. Pra të mos fiksohen tek gjërat që janë të pashëndetshme ose ndoshta që e dinë që nuk funksionojnë, thjesht sepse kemi krijuar një farë lidhje shpirtërore ose emocionale. Në këto momente shenja e peshqve ka një rritje për të shumë të madhe dhe nga ana shpirtërore, ka një rivlerësim edhe të botës në këtë aspekt. Mund të kemi zgjimbile në lidhje me këtë tema. Shumë persona të cilët mund të kenë zgjime shpirtërore që i përmenda në fillim, mund të jenë nga shenja e peshqve. Kjo do të krijojë një zgjerim shumë të madh të botkuptimit që ata kanë, sepse ta shikojnë, do fillojnë që ta shikojnë botën në disa dimensione të reja. Pra jo thjesht në anë material, do fillojnë që ta shikojnë edhe në këtë pikpamje. Do të krijojnë një harmoni ose do të mund të përdorin të dyja këto aspekte në spektrum të themi të jetës, në avantazhin e tyre. Për shenjën e peshqve kjo është diçka shumë e thjeshtë, ti jemi realist, duke qenë se janë vërtet njerëz shumë të ndjeshëm në lidhje me çështje shpirtërore. Një nga temat që ka shumë rëndësi në lidhje me anën e tyre sentimentale do të jetë edhe në lidhje me lidhjet sentimentale. Për shenjën e peshqve do të kemi mbarimin e periudhës ku ata mund të kenë qenë të zhgënjur nga lidhjet, ku mund të kemi qenë të zhgënjur edhe nga situatat që janë krijuar. Kjo, sidomos në qoftë se në të shkuarën e kanë krijuar dëme materiale, do të jenë persona të cilët mund të rikthehen jetën tonë për të kërkuar të falur, ose mund të rikthehen jetën tonë që ne të kuptojmë që ne jemi më mirë pa ata. Dhe falë kësaj do të kemi edhe një shërim, sepse në një mënyrë do t'i falim, pra ata që na kanë dëmtuar. Për sa i përket fillimeve të reja, është një periudhë kush me fat, vazhdon që të jetë me fat, kështu që mjafton që të dëshiroj. Për sa i përket shëndetit, këtu më duhet të ndaloj pak, përveç ndikimeve të tjera që kemi zakonisht, ndikimet në lidhje me hormonet, ju lutem shkoni bëni kontrolle, sidomos ata që kanë probleme me gjirin, ju lutem vazhdoni shkoni bëni kontrollet të nevojshme. Dhe në lidhje me sistemin nervor që mund të jetë i prekur pak, edhe me sistemin imunitar, pra duhet të marrim masa në lidhje me këtë pikë. Ajo çfarë është ndryshe për këtë hënë të plotë tek shenja e peshqve, të gjithë ata që kanë probleme me pjesën e mesit, do t'ju këshilloja që të shkoni të bënit një kontroll patjetër te mjeku në këtë moment, sepse mund ta kemi pak të agravuar. Ose mos bëni veprime të cilat mund ta shtojnë edhe më tepër trysnin, sepse në këtë moment kemi më tepër prirje për të krijuar hernie veskale dhe për të bërë operacione bile në lidhje me këtë temë. Prandaj nëse vuani nga një gjë tillë, do të këshilloja që të jeni super të kujdesshëm. Shemi përsëri ditën e shtunë për lidhjen e drejtpërdrejtë në lidhje me javën. Është një pyetje te TikTok-u që ma kanë bërë. Nuk e di se kush është sepse është nickname, nuk është emri vërtet. Po të pash zotin as ke halle probleme ti që rika qeshet. Por të vërtetën nuk është se më ndikojnë dhe nuk është arsye që jam kaq që nuk kam halle dhe probleme. Hallet dhe problemet janë kalimtare.
Nuk ka vlen asnjë gjë për të prishur shefin, domethënë, vetëm në këtë mënyrë. Gjithçka është kalimtare. Janë iluzione vërtet, po, në fakt mbërta vërtet ashtu është, janë iluzione. Jeta komplet, ose më thënë bota, është një iluzion, është një vend që ne kemi ardhur për të marrë eksperienca të caktuara. E rëndësishme është ta shijojmë jetën që jetojmë, të marrim eksperiencë që na nevojtojnë, pjesën tjetër mund ta shijojmë pranë. Unë e perceptoj pak a shumë si një vend që kam vëtur nga puna, sikur më kanë dërguar një konferencë për shembull jashtë shtetit. Dëgjoj konferencën dhe pastaj pjesën tim tjetër të kohës është e imja. Mund ta argëtohem, të shëtis, të bëj e të tjerë. Është mënyra se si perceptoj jetën, prandaj edhe nuk është se lejoj shumë që të më prishet morali nga gjërat e caktuara. Faleminderit shumë edhe juve. Okej, pra, natën e mirë.